أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tema 24 dhe e fundit për këtë Ramazan titullohet Përmirësimi i mendimeve. Përmirësimi i mendimeve. Dje folëm për mendimet e këqija dhe dëshimet të cilat e shoqërojnë njerin dhe e shqetësojnë në jetën e tij. Dhe ato thamë se janë prej shejtanit, ose janë prej vetvetes, prej nefsit, prej egos së njeriut. Sot do të flasim për mendimet në përgjithësi. Pse për mendimet? Se esenca e veprave cilat do qofshin ato janë mendimet e njeriut. Esenca e punëve që bëhen janë rezultat i mendimeve. Për arsye se nga ideja deri te veprimi ka një proces. Njerit njëherë i shkon diçka ndërmend, një mendim i caktuar. Nëse e pranon dhe fillon të përpunoj, me mendjen e tij, ajo bëhet ide. Nga ideja të cilat vazhdimisht i kemi mund të kthehen në dëshira. Dëshirat, jo krejt dëshirat janë në një shkallë. Ka dëshirë thjesht, ka dëshirë që quhet pasion, ose në ma shqip mi thonë dëshirë zjarrt. Ti mundesh me pas dëshirë diçka, po mundesh me pas edhe pasion, një dëshirë të zjarrt. E kur njeri, ka një dëshirë të zjarrt, kur gjo nuk mundet me pengu për me realizua dëshirën, kur gjo s'mund, përveç pamundësisë. S'ka mundësia që tërsen është. Ama një njeri që e ka një pasion dhe ka mundësi, atëherë zakonisht e vepër ndodh. Mirë, këto mendimet prej nga vinë, mendimet vinë nga ajo që shohim dhe nga ajo që dëgjoj. Se ka të njerë çuditë që ka merdh kjo ideja. Normal, mendimet vinë edhe pa leje. Mirë po zakonisht janë produktin i gjonave që i sheh dhe i ki haruti. I ki ndëgju një tregim, ki ndëgju diçka, ki lexu, ki me kohë, ki pa, tash është koha është koha e shikimit. Tash është koha e fotografive dhe videove. E pamjeve vizuele. Tash është kjo kohë. Dhe këto pamje neve munden me na sjell ide. Ose munden me konë edhe ide të cilat ti nuk i ki pa kur njerë. Për çat duhet me shiku nga starti. Duhet me shiku nga starti. Qysh me i përmirësu mendimet. Se përmirësimi i mendimeve është ma lehtë se përmirësimi i veprave. Se kur të bëhet një mendim, kur të bëhet pasion, ai pasioni kur të përkthehet dhe të shndërrohet në vepër. Ajo vepër kur të bëhet shprehi është shumë zor me lanë. Për çfarë ti duhesh me shiku pi atje ku gjenerohen edhe prodhohen edhe fillojnë mendimet, që ti mundesh, me ndiku ma shumë se sa mundu, mi ndryshu disa vepra të cilat janë bënë në shprehi. Për çfarë shprehit është shumë zor është mi ndryshu shpejt. Nuk është e pamundur, po është shumë vështirë. Sidomos ëndjet, dëshirat, epshin, hevan, hevaja që pasionet, këto është zor është mi ndryshu. Për çfarë thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot mu nal para një kodrës, po kjo nuk është pak mundet me pas edhe efekt pesimist. Nuk duhet mi hum njeri shpresat, se mundet me ndryshu. Thot mu nal para një kodrës edhe me dëshiru me hekat kodrën prej venit, njeri mundet që këtë me bo, ama atë ëndjet dhe dëshirat e ti dhe epshin e ti, ma zore ka se sa me largu një kodrë nga vendi i vetë. Duket sikur është absurd, nuk është absurde, për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që ne ta kundërshtojmë epshin edhe dëshirat tona. Mirë, varësisht prej motivit të imanit që e ka njeri në zemrën e tij, atëherë edhe ajo është një armë e fuqishme për ata se sa do të jesh i suksesshëm, për me ndryshu ata një shprehi të keqe ose jo. Mirë. Për mendimet që na vinë në kokë, ne nuk japim llogari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallem. Allahu ja ka fal ummetit tim gjërat do të thonë që njeriu i flet me vetvete. Këto mendime quhet biseda e njeriu me vetveten. Çashtu arabisht është, nëse e përkthejmë bukfalisht. Do të thonë Allahu ja ka fal ummetit tim ato gjëra që njeriu, do të thonë çdo antar të ummetit tim, që njeriu i fol me vetveten, do të thonë i mendon. Përderisa nuk punon sipas atyre mendimeve dhe nuk flet, se edhe me fol veç mozihet se ke kalu në një fazë tjetër. Është, do të thonë, ajeti i treti para fundit i surës Bekare. Thotë Allahu subhanahu wa taala, kur ka zbrit që ki ajet, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. E Allahu të është ajo që është në qije dhe në tokë. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Nëse ju e shfaqni atë që e keni në vetveten tuaj, ose e fshehni, Allahu kam ju marrë në përgjegjësi dhe në llogari për atë. Wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibukum fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allahu kujt do ja fal dhe kënd do e dënon. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi për gjithçka. Kur ka zbrit që kia jet duket sikurse ne japim llogari, e ka kuptimi se ti dush me jep llogari edhe për ato që e mendon. Jep llogari, tu pana shkash. Tu pani Bajramit, a? Dënale ta që. Dënale se thot Allahu të është ajo që është në qije dhe në tokë. Nëse e shfaqni atë që e mshefni në vetveten tuaj, apo nëse e tregoni, Allahu ju merr në llogari. Kur ka zbrit që kia jet, njerëzit, sahabët, domethënë ato të afërmit me pejgamberin sa kanë ardhur para pejgamberit dhe janë shluar në gjuhë. Kanë thonë, ja Rasulallah, jemi urdhnu me vepra që mujna mi bo, me namaz, me agjerim, me zeqat, mujna mi bo, ama që këtë s'mujna mi bo. Se thotë Allah, e shfaqni apo e mshefni, kini me dhonë hesab për ata. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë subhanallah, dheni me thonë si ehli kitabi, që ju thamë pejgamberve të tyre, sami'na wa asajna, dëgjuam dhe kundrështuam, thujni sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala i zbritit pas këtij ajetit, di ajetet e fundit të surës Bekare. 277 dhe 275 dhe 276. Se kja 274 kja ajet. I zbriti amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Për këtë di ajete ka shumë, ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë, domethënë shumë dobishme, shumë vlefshme, kush i lexon natën i mjaftojnë për gjithçka. Domethënë janë ajete që me të cilat Allahu e ka dalluar Kur'anin për librave të mëparshme kështu me radhë. Ka shumë hadithe që flasin për vlerën e këtyre diaje. Kush i lexon këto diajete 3 ditë shejtani ose në për disa transmetime nuk futet në shtëpinë e tij. Po e kanë përmbledh fen këto ajete. A çka përmendet aty? Thot Allahu subhanahu wa taala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu për te mundësive që i ka. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Njeriu t'i takon ato që e ka bë, prej punëve të mira, po edhe prej punëve të këqija do t'jape përgjegjësi. Laha ma prej veprave. Kasab do të thonë ka vepruar. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend 3 lutje. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. O Zoti in, mos na merr në llogari nëse harrojmë diçka ose e bëjmë gabimisht. Rabbana wala tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. O Zoti in, mos na ngarko me barë të rëndë, ashtu sikur se i ngarkove umetet para nesh. Se umetet para nesh kanë pas disa dispozita të cilet nuk janë në fen tonë, kanë qenë të rënda. Për shembull, për dispozitave
veç si shembull ve përmend populli i Musës alayhis salam, pasi që Allahu va çan detin, shpëtojnë prej Firaunit, dalin ato çfarë bëjnë, adhurojnë viçin. Edhe thot Allahu i shpall Musës alayhis salam, thot nëse dojnë më pendu këta, pendimi është me të bëjnë vetvrasje. Kjo ka qenë. Faqtulu anfusakum. Vritni vetveten nëse doni me pranu pendimin. Kjo ka një prej urdhave të Zotit. Ose për shembull papastërtia kur ju ka rënë në rroba, desh me prej atë pjesë jo me la. E kështu me radhë shma, ka pas për shembull të ndaluar me dhjamin, ka pas ndaluar shumë gjëra të cilat nuk janë në shariatin e Muhamedit, se shariati i Muhamedit është shariati tolerant quhet. Thotë për shembull Allahu më ka dërguar me një legjislacion, se shariati do të thonë legjislacion tolerant, samh. Arabisht. Allahu më ka dërguar me një legjislacion të lehtë. Do të thonë nuk kemi shumë e kemi lehtë, veç ato me zbatu fe, shumë është e lehtë. Pra ti lutesh Rabbana la tu'akhidhna Rabbana la tahmil alena isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. O Allah, mos na ngarko me barra të rënda, ashtu sikur si obligova ata të cilët ishin para nesh. Pastaj doaja e tretë është Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. O Allah, mos na ngarko me diçka që s'kemi fuqi, s'kemi takat, do të thonë që ta zbatojmë. Edhe mbas sicilës kësaj duaje, kur e lexon njëri Kur'anin, Allahu thot, siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahih Muslim është, Allahu thot, qad fa'alt. Çashtu letjet. Letjet çashtu. Ti kur thu, o Zot, mos na dënon nëse harrojmë ose gabojmë, thot Allahu në rregull. Çashtu letjet. O Zot, mos na ngarko me baraton, çashtu letjet. O Zot, mos na ngarko me gjëra që s'mujna me bajt edhe s'kemi fuqi mi zbatu, çashtu letjet. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Na fal, na mashira, ente maulana fansurna lil qawm al kafirin, ti je zotëria jon, na fal, do të thonë na ndihmo kundër popullit jo besimtar. E tash njeri, do të thonë një prej punëve që kurrë nuk e le, është mendimi. Do të thonë njeri vazhdimisht mendon dhe vazhdimisht dëshiron diçka. Do më arë në xhami, do me dëgju, do me mendim. Edhe mendimin është zorë me majtë më një vend. Mendimi vazhdimisht, do më thonë punon. Për çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ju ka tregu Uthmani radiallahu anhu tabiinve. Shtu në xhami, është ul Uthmani radiallahu anhu, ka thonë, a doni t'ju tregoj që ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe janë nis, thot i lan dur 3 herë, shpërlan gojen, hundën, i lan si 3 herë krahun e gjatë, krahun në majt mes, kamën e gjatë, kamën e majt. Edhe i thot, që kështu e kum pa tu marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush merr abdes që kështu, edhe i fal 2 rekate dhe nuk i fol vetës namaz. Do me thonë nuk shëtit me mendime ka për qëllim. Hin xhenet. Hin xhenet, me i fal 2 rekate, ama ty hin namaz, ama me kon namaz. Sikur se e përmendëm djetë vezvese se çish duhet mu fal namazi. Do me thonë edhe nga forma e jashtme me plotësu rregullat, po edhe me zemër dhe me shpirt me kanë mrena namaz mos me shëtit se shumë njerëz hin namaz, si çdo njeri, unë besoj nuk e di a ka dini njeri që nuk i ik menja. Mirë puna është sa ki me arrit me kthi vetdijen. Edhe meditimin brenda namazit, çaja është puna. Çfarë me ik tani? Është shumë zor është njeri, do me thonë mendimet mi nal. Shumë është zorë, s'mun është mirë, vazhdimisht punojnë mendimet, vazhdimisht, derisa të dëgjon, derisa edhe tash, për shembull njeri, kur i ndëgjon këto fjalët e mia, i analizon, mendima janë. Për çfarë ka thënë mëson emrat më të vërtet që i përshtatën njerit, ka thënë mëson në një ditë, janë emri Hammam dhe Harith. Jo më të mirë, se disa e ke shkuptojnë, më njerë shkojnë e vlenë emrin edhe të arabt. Do me thonë Harith, ka shumë Haritha. Hammam, do me thonë ai që dëshiron diçka. Harith është ai që bën diçka. Emra më të përshtatshëm për njerin janë çdo emra. Emrat më dashur janë Abdullah dhe Abdurrahman. Emra që më shumë i shkojnë përshtatin njerit për me përshkruajt njerin është ai që dëshiron Hammam. Ham do me thonë dëshiron me bëu diçka. Do me thonë është mendim. Këto gjona do me thonë janë diçka që është e natyrshme. Njeri, për çatë edhe kur bim me flet njeri, truni vazhdimisht
një herë zhgandër, masane i analizon gjanat në andër. Diçka që s'mundesh me thonë s'po menoj, se ti kur nalesh edhe qetësohesh, i tu mendu diçka. E siç thash, me mujt njeri duhet mu përpjekë shumë ma lehtë që mendimet e tij me i orientu. Kjo është e mundshme. Për çat nëse arina mi fut mendimet, për shembull, mendimet që na sjellin dobi në dynja, këto janë 4 llojet e mendimeve që ti duhesh mu mundu me mendu rreth tyre. Për shembull, me mendu rreth gjërave që të sjellin dobi në dynja, ose me mendu për gjëra të cilat t'i largojnë dëmet në dynja. Dhe e treta, me mendu për gjëra të cilat të sjellin dobi në ahiret, dhe me mendu për gjëra të cilat të ndihmojnë të mbrohesh nga dëmet që vinë në ahiret. Me mendun që këto 4 pika mi fut mendim. Për shembull, i tonet. Shashti, ti mundesh me mendu, ti mundesh me marrë një libër me analizu, mundesh me lexu në rrjete sociale një tekst edhe me mendu edhe mundesh me lexu një lajm, mundesh me pa një film, apo faktikisht ti e orienton ato çka do me bë. Me mujt në këto 4 pika me orientu mendimin tënd, kjo do të jetë e dobishme për dunjën dhe për ahiretin tënd. Shumë është me rëndësi, domethënë, mu mundu në këto 4 pika. Pra, ti shtash për shembull, sa të menojsh kot e kot të çetitin mend, ti mendo çysh me fitu. Çysh me hap një biznes, çysh me ndihmu dikujt. Për shembull, çysh me largu një të keqe. Për shembull, nale dhe me thonë, apo shumë kot jam të harxhu kohën unë. Çka të bëj diçka që të angazhon të hitë, mësoj diçka të hitë, lexoj diçka të hitë, të bëj të punoj, të angazhon. Mendimi rreth kësaj është i dobishëm. Kjo edhe për dunjë. Se edhe për dunjë, domethënë duhet më mundu diçka që ka me sjell përfitim ose diçka që ka me trujt për dëmeve të ndryshme, me mendu. Ti mundesh me orientu mendim. Edhe për në ahiret. Po mendimet më të mira, domethënë të cilat ti mundesh me i inicu, domethënë në mendje, se çka ka lidhje kjo me përmirësimin e zemrave. Dhe këtë kam thonë unë në ligjeratën e parë, kur kam majtë, zemra është themeli, është qujtë. Në ligjerata nëmër 1, tash është 24. Se mendimi në Kur'an i atribuohet zemrës. Mendimi. Në thonë është një çështje kjo, në thonë mendimi në Kur'an, thotë Allahu subhanahu wa taala, ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Vesh me të cilat nuk dëgjojnë dhe sy me të cilat nuk shohin. Dhe me thonë, mendimi, logjikimi në Kur'an i atribuohet zemrës. Po zemra, a është vetëm organi që e qarkullon gjakun, apo është brendia e njerit? Ka dietar që thonë se me zemrën nënkuptohet ana e shpirtërore e njerit. Ai elementi shpirtëror, se njeri është shpirt dhe trup. Pra shpirti, zemra, shpeshherë është simbolike e shpirtit. Në me thonë, për qatë ne flasim për këtë, se ne flasim për përmirësimin e zemrave. Piktu, do me thonë, del mendimi, thash normal i ndihmon edhe truni e ka atë funksionin e vetë, mi po si pas Kur'anit, zemra e dirigjon trunin dhe jo anasjeltas, po kjo është një debat që ndoshta në të ardhmen. Unë e thash e kam lexuar një studim që, në me thonë, e kam lexuar një studim dhe e kam përkthyer dhe e kam shkruar në Facebook, që dietar, shkencëtar, jo musliman, në botës perëndimore, me thonë e kanë vërtetuar se zemra nuk e ka vetëm rolin e qarkullimit të gjakut, po është një lloj truni. Zemra është një lloj truni. Këtë thonë, domethënë, e thonë edhe jo muslimanët, sipas studimeve më të fundit. E tash, mendimet më të mira me të cilat mund të angazhohet njeriu, e para është, për shembull, ti mendon, duhet për shembull me mujt me orientu veten, me mendu për fjalët e Allahut që i ka zbrit. E këtu duhesh me përdor shumë mendimin, meditimin, se Kurani ka zbrit për me meditu. Sikur se ka thonë Fudajl ibn Iyadi një fjalë shumë mirë, më pëlqej shumë, thotë Kurani ka zbrit për me punu sipas tij, ndërsa disa njerëz leximin e kanë bërë punë. Kurani ka zbrit ta lexosh dhe të punojsh. Nuk ka punë me lexu veç. Nuk ka qëllimi poenta kryesore ku do memrinë me lexu, po leximi duhet me na çu diku neve që është veprimi. Thash me meditu, do të thonë, thash meditimi është i mundur edhe në gjuhën shqipe. E lexon ajetin, megjithëse
mund të ketë më shumë se një përkthim. Tash në gjuhën shqipe për shembull unë kam një aplikacion në telefon, këtë përkthimet i ka. Edhe unë për shembull unë kur i përgatiti ligjëratat i këshilli këtë përkthimet, çish i kanë përkthi, edhe zakonisht asnjëri s'm pëlqen, edhe e përkthej vet. Do të thonë pse se mundesh mi dhon pak mundesh mi dhon sidomos ata që merren me përkthime dhe merren me, do të thonë analiza gjuhësore, mundesh mi dhon më shumë një kuptim më të saktë. Nuk mundet me qenë një përkthimi i Kuranit njëjtë sikur sa që e di arabisht. Megjithatë, meditimi i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala të përkthyera në ndonjë gjuhë prej gjuhëve të botës është i mundshëm. E tash me lodh kokën, do të thonë përket kjo është ibadet, po është edhe shumë i dobishëm. Me analizuar një ajet kuranor, edhe me shikuar për çona për tefsiren, çish e kanë kuptuar sahabët, çish a ka ndonjë hadith që e ka shpjeguar pejgamberi, ose me analizuar e ndëgjesha është një dietar shumë i madh, është i gjallë. Thot gjatë leximit namaznate në Ramazan, thot më vishin do ideja që kur nuk e kish fjalën me të regu se tefsire ka me qindra tefsire të Kuranit. Shumë ka tefsire, komentime të Kuranit. Thot, më vishin do ideja që kur s'munësh mi gjetë në për tefsire. S'do me thonë që kretë tefsire të cilët janë me qindra, ndoshta me mira tefsire, s'do me thonë që i kanë shterë kretë kuptimet e Kuranit. S'do me thonë. Thot për shembull ajeti kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala. Thot tu lexu kjo më ka shku ndërmend. Ai tregon tash në emision. Thot Allahu wa ma Muhammadun illa rasul. Muhamedi nuk ka gjë tjetër përveç se pejgamber. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Kan kalu edhe para ti pejgamber. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Thot Allahu shashira. Nëse ai vdes ose vritet, a keni më kthiu, keni më lënë fen, keni më kthin nat në jetën e mëhershme? Mirë. Tha, subhanallah, Allahu azza wa jall, kita shtregon që ka medituar që këta jetë, një shembull. Thot Allahu e di që ai s'ka më vra. Allahu e ka di që ka më vdek për mësa. E ka di, apo se Allahu e di tardhën. Pse ka thonë nëse vdes ose vritet? Pse nuk ka thonë ato që e di Allah, pse i ka thonë dy opsione kur Allahu e di cili është opsioni i saktë. Thot nëse vritet nëse vdes ose vritet, a do të ktheheni ju në fenë më parshme? Ka pejgamber që kanë jetuar kanë. Thot subhanallah, thot edhe më shkojnë ndërmend pse Allahu e ka përmend këtë. Megjithëse ai pre razi, Allahu e ka ditë se pejgamberi sa do të vdes. Po pse e ka përmend nëse vritet? Thot kur ja ka shpall këto fjalë Muhamedit alayhis salam Allahu azza. Kjo është ajet kuranor në surën Al Imran. Kur ja ka shpall, s'ka desht pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mia pre shpresën për mu vra dhe me shku dëshmor. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, kisha me dëshiru që të vritem, pastaj të ngjallem, pastaj të vritem, pastaj të ngjallem, pastaj të vritem, pastaj të ngjallem. Pejgamberi sa më ka thonë këtë. E tash Allahu subhanahu wa taala nuk ka dashur mja kput këtë shpresë që ka pas pejgamberi me shku si shahid. Ka thënë, nëse vdes ose nëse vritet. Thot që kjo ide se pse Allahu e ka përmendur, është që kjo është një shembull se si meditohet Kurani. Kjo është në aspektin e ibadetit, në aspektin e kuptimit. Po ka meditime gjuhësore, meditime shkencore, meditime të ndryshme, meditime, domethënë të ligjeve të shoqërisë, domethënë sociologjike, psikologjike, ka domethënë ndryshme. Që edhe lexova një ditë para një javë, e lexova një zbulim të ri të mrekullisë së Kuranit, domethënë që e kanë zbuluar tash së fundmi dietarët. Domethënë një mrekulli gjuhësore. Secila sure kishte fjalë që nuk përmenden në asnjë sure tjetër. Për shembull, surja më e gjatë, surja Bekara, 49 faqe, 286 ajete. 49 faqe, 2 gjuzë gjys. Surja më e shkurtër, surja Kauthar. Inna atajnaka al-Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. Fjala Kauthar veç në çket sure përmendet, edhe kjo sure quhet Kauthar. Kurkund tjetër s'është përmendur. Që është një çështje shumë e madhe, burimi i pejgamberit në xhenet.
Kurkush është përsërit. Secila sure ka fjalë që përmendën vetëm në atë sure, edhe veçohen me ato kuptime. Për shembull, me marr surën Bekare, ishte 296 fjalë që veç surën Bekare. Se dikujt i duket shumë është përsëritet Kurani. Por ime kush e di Kuranin, kush e lexon Kuranin në arabisht, kush e di përmes, shef se ka ajete të ngjashme, quhen ajete të përafërta, mutashabih. Mirë, po ka fjalë që janë të veçanta veç për atë. Për shembull, surja Kauthar. Për shembull, fjala Ahad në surën Kul huwa, veç në surën Kul huwallahu ahad, për gjithaj Kur'an 600 faqe. Ajo fjala përmend vetëm në surën Ikhlas. Është veçuar sura me atë fjalë. Edhe kjo është diçka, domethënë, nuk ka vetë çashtu atë kjo. Kur'ani çat shumë ka gjana për me mbetitu, sa gjana, domethënë, sa zbulime shkencore. Është një libër që, më thonë, është për këtë në gjuhën shqipe para 20-30 vjetë. Mrekullia shkencore në Kur'an dhe Sunet. Sa gjana të çuditshme i lexon ti aty. Çi ka përmend? Për shembull, fazat e krijimit të embrionit. Fazat e krijimit të embrionit. Për shembull, dietarët janë mahnit, ka njerëz që kanë pranuar Islamin kur kanë lexuar, domethënë kur kanë lexuar për këto, e shumë për astronomi, për medicinë. Megjithëse Kurani nuk është libër shkencor, po kalimt janë përmend disa të vërteta shkencore që i kanë mahnit shkencor. Pra, për mendimin më të mira që mund të më bëjë njeri është me mendu çka? Me meditu fjalët e Allahut. Pra quhet argumentet e Zotit të zbritura. Ayatullahil munazzala. Di meditimi i ajeteve të Allahut që i ka kriju. Kjo është një thirrje në Kur'an që me meditu krijesat e Allahut. Njeriun, natyrën, kafshët, qiellin, me meditu. Edhe këtu nga këto kanë lindë edhe shkencat edhe shkencëtarët. Njerëzit tu meditu. Për çat Kurani në shumë vende na bën thjesht, thot Allahu subhanahu, kul yunzuru madha fis samawati wal ardh. Thuaju, meditoni çka ka në tokë dhe në qiell. Në nxit, për çat muslimanët atëherë kur i kanë zbatuar këto ajete kuranore, kanë qenë, ka qenë bartësit e dijes, edhe civilizimit, edhe përparimit, edhe shkencës, siç e dim, në këtë dunjon, në periudhën e mesjetës, atëherë kur Evropa për shembull ka qenë në errësirë. 3. Me mendu për nimetet e Allahut subhanahu wa taala të shumta që ne i ka dhënë. Begatit, me mendu begatit e Allahut subhanahu wa taala. Do me mendu diçka, mendo për të mirat e Zotit që ti ka dhënë, të ndryshme, të cilat ti ndoshta nuk i vlerëson se i kanë shumica e njerëzve. Se kjo çka ka me të bëjë, kjo ka me të bëjë që me falendëru Allahun subhanahu wa taala. 4. Jam të lira pak si shkurt se më thatë që është bo koha, edhe përfundojmë shpejt. E 4. Me mendu, për dobësitë e personale që i ka njeri ka dobësi. Kjo i shëron të probleme, vetëpëlqimin, mendjemadhësinë, i shëron të probleme të zemrës që mundën mu paraqit, kur të mendoj njeriu, për dobësitë e veta. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala t'i ka dhënë këtë mirëvat, sa je falendërues ti. Allahu subhanahu wa taala t'ka dhënë shumë gjona, sa mos mendo se e ki bën në mënyrë të përkryer, e ki realizu, obligimin tanë. Gjithashtu është me mendu për obligimin e kohës. Me mendu për obligimin e kohës. Ka njerëz mendojnë për shembull pas 10 vjet dhe 20 vjet dhe çka do bëje, obligimin për shembull, që si ndodh kjo? Për shembull, një student vjen koha e provimeve, edhe ai duhet me lexu çat materialin që e ka para vetes, se duhet me dhon provimin. Nëse merr libra të tjerë lexon, kjo është mashtrim i shejtanit. Duhet me mendu dhe me realizu obligimin e kohës që duhesh me bë tash. Jo ti mu me lën ato obligimit e ti ke tash që e ke, mu marrë me, për çat në kohën e provimeve kur ishim student, shumë na provokojshin titujt e ndryshëm të librave, ligjeratat, po e dishmi që kjo është, defokusim. Për shembull, kohën e studimeve ti duhesh mu marrë me librin që e ki me dhon provim. Ama kur e kishme se bleshmi libra të ndryshëm, çfarë dëshire për mi lexu ato librat, që unë për veti, e kam përjetu, po subhanallah, e dishmi, e kemi lexu se kjo është një devijim që shejtani mundet me bë, ta dëshirë, ta bën të dashur, për shembull, nëse në vakt namazit
a di çka thënë dietar? Nëse është tu thirrë ezani dhe ti lexon Kur'an, kjo është gabim. Ti dush me përcjell ezanin tash. Tash është vakti me përcjell ezanin. Jo me lexu Kur'an. Gabim është me lexu Kur'an, edhe pse Kur'ani është më i vlefshëm se ezani. Ama në moment është me ndëgju ezan. Kjo është një shembull i vogël se si. E tash, kretë kjo duhet mu shoqëru me dua, se njeri pa ndihmën e Allahut nuk mundet mu përmirësu zemrën e tij, mendimet e tij. Prandaj një prej duave që i ka bëu pejgamberi ka thonë Allahumma ati nafsi taqwaha. O Allah, jepja nefsit tem devotshmërinë. Wa zakkiha, dhe pastroje ente khairu men zakkaha. Se ti je më i miri që mundesh me pastru. Ente waliyuha wa maulaha, ti je miku i zemrës time dhe zotëria i saj. Pa në ndihmu Allahu subhanahu wa ta'ala, se njeriu është në një përplasje të vazhdueshme. Mundet nefsi i tij me urdhnu, në me thonë në punë të këqija, mundet nefsi i tij me anu ka të mirat. Kjo është ajo betejë që bëhet një anë bëhet me ndihmën e shejtanit, një anë bëhet me ndihmën e melekut. Edhe njeri duhet mu mundu me forcu, do me thonë atë dëshirën e tij për me bë vepra të mira. Prandaj nëse ndonjëherë të vjen një vullnet për me bë një punë të mirë, mos e neglizho, mos e lë mazdore, po shfrytëzoje rastin kur ki dëshirë për me lexu Kur'an, për me bë ibadet, për me fal namaz natë, shfrytëzoje rastin. Do me thonë për me ndihmu, për me dhënë sadaka, për me bë diçka pozitive, se ki sa herë, se është njeriu në një betejë të mbrëmshme që vjen si rezultat i mendimeve, do me thonë të ndryshme që i ka. Se ka mendime pozitive, ka edhe mendime negative, duhet mi ushqy këto mendimet pozitive, në këtë mënyrë do t'i përmirësojmë veprat tona. Allahu na i përmirësoft neve, Allahu na i bëft kabul veprat e mira. Walhamdulillahi rabbil alamin.